Falënderimi dhe lavdërimet I takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatën mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, e më pastaj të ndershëm vëllezër besimtar të pranishëm. Të gjitha normat hyjnore, rregullat, udhëzimet kanë për qëllim vetëdijsimin e njeriut, me qëllim që njeriu të bëhet më I përgjegjshëm në raport me Zotin e tij, pastaj në raport me vetveten dhe me të tjerët. Prandaj të ndershëm vëllezër, në çdo kohë, në çdo moshë, në çdo vend, çdo person ka nevojë të këshillohet, sepse këshilla, kur dikush të këshillon ose pranon këshillim, I bie se ne kemi nevojë për përmirësim, sepse Allahu xhelle xhelaluhu këtë domosdoshmëri e ka akredituar në librin e tij. Thot Allahu xhelle xhelaluhu, duke përshkruar realitetin dhe rëndësinë se të gjithë robët e Allahut kanë nevojë të këshillohen. Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Përkujtoja besimtarëve çështjet se të përkujtuarit u bën dobi. I bie pra se nëse gjenerata më e artë ka pas nevojë të këshillohen sahabët, të cilët e kanë pa pra mënyrë të drejtë për drejtë pejgamberin alayhis salam, kanë jetuar me te, e kanë përjetuar shpalljen, kanë pas nevojë të këshillohen, ne edhe më kemi nevojë. Pastaj thot pejgamberi alayhis salam, "Ad-dinu nasiha." Krejt feja është këshill. Që I bie se krejt feja vije prej Allahut, burimin e ka hyjnor, është këshill, merre se ki nevojë për te. Duke u nisur nga ky aspekt të ndershëm vëllezër, duam që sot ta trajtojmë një temë e cila është bë virale, madje e vështirë, e padurueshme, madje edhe shumë e rrezikshme. Për çdo ditë nuk ka kanal televiziv që e hapim, ose rrjet social, vetëm se ndëgjojmë, u mbytën këta, e mbyti ky atë, u vran kaq, u plagosën kaq e të ngjashëm. Të ndershëm vëllezër, për këtë temë kam ligjëruar shumë herë dhe do të ligjërojmë sot jam këtu dhe do të ligjërojnë hoxhallar të tjerë, sepse prej temave që më shumë ti kemi nevojë me trajtuar është kjo. Pra, ruajtja e qenjes njerëzore. Njeriu vëllezër është me prioritet. Kanosja njeriu paraqet rrezik. Më të ultën shkallë ka trajtuar Islami si gjuna, fyerjen dhe ofendimin e njeriut. Fyerjen dhe ofendimin Islami e ka trajtuar si gjuna, lere më me çu dorë ndaj tij, lere më u bë shaktar me myt. Prandaj të ndershëm vëllezër, në të gjitha trojet tona shqipofolse, është bë e bezdisshme kjo çështje. Shumë e rëndë është bë. Në të gjitha trojet e me theks veçan vendin tonë, ne kemi obligim me fol për vendin tonë, për shoqërinë tonë. Prandaj, nga këtu fillon përmirësimi, nga xhamia, qëllimisht ne këtu, edhe pse nuk mjafton kjo vëllezër. Këtë iniciativë nuk mjafton ne si hoxhallar ose veç Bashkia Islame ta e merr. Duhet me marrë dhe institucionet gjegjëse, shtetërore, institucionet arsimore, me fut si landë në për shkolla, rrujtje e qenjes njerëzore, rreziku I vrasjes I mytjes së njeriut. Sepse, të ndershëm vëllezër, kështu pra e shkatërrojmë njeriun. Andaj këtë temë të ndershëm vëllezër po duam me trajtu duke hedhë shkëndiza në vlerat e muajit Ramazanit që ende jemi duke I shijut mirat e tij. Jemi në muajin Sheval, ende jemi kemi thonë të lidhur ngushtë me muajin Ramazan. Ju kujtohet se për një muaj të tërë, në muajin e Ramazanit, e kemi përkujtuar një fjalë të Allahut xhelle xhelalu, është hadith kutsi, ku Allahu xhelle xhelalu thotë: Nëse dikush të fyen, të ofendon, ose tenton të lëndon, thuaj që unë jam agjërues. Kjo është pjesa që mu duhet mu përhyjtbe. Për këtë ligjërat, pra, nga këtu ne motivohemi se sa e rëndësishme është ruajtja e qenjes njerëzore, ruajtja e stabilitetit, ruajtja e qetësisë madje. Vëllezër, na duhet edukohemi me këtë klimë. Fetarisht nuk po flas. Nuk kemi të drejtë qetësien m'ia ngacmu dikuj, m'ia prish qefin dikuj, në xhami dhe jashtë xhamisë, edhe në shtëpi. Çdo kush për atë arsye konsiderohet Islami nuk e ka veç një normë,
halal dhe haram, nuk janë veç këto dyja. Ka gjëra të preferuara, jo të preferuara, të pëlqyera e kështu me radhë. Pse kjo krejt është preventiv për rrugën e qenjes njerëzore. Prandaj, nisur nga kjo fjalë Allahu xhelle xhelalu, nëse dikush të fyen, të ofendon ose tenton të dëmton, çka i bie? Mësimi që nxjerrë nga kjo, pra mos e kthe të keqen me të keqe. Që kjo është shkolla, që po duhet mu këtu. Mos e kthe të keqen me të keqe. Allahu xhelle xhelalu në suratul Furqan, kur flet për robët e tij të mirë, wa ibadur rahman, çka thot? Wa idha khatabahumul jahilun qalu salama. Kur ignorantët i flasin, ky ignoron, veç i përshëndet dhe vazhdon rrugën. Mos u merr me ignorantin, ignoroa fjalën e keqe, nëse don me ik rrezikut. Aq më tepër vëllezër, ne kemi edhe rastin në xhamia ku ngritën tensionet. Për qefe, për unin, për agallakun që e ka dikush. Jo vëllezër, ignorancën do të me lënë te dera xhamis, në xhami ka rregulla. Kjo shtëpi e Zotit nuk është e hoxhës kjo. Kjo është e Zotit. Do të me hit për ulur, dhe me dalë për ullur vëllezër, për atë arsye pjau përkujtoj mas 1000 herë. Si të falet namazit i në xhamie o vëlla, a tjetë e të falë, tjetë e pengu, vëllahi me plët gjuna e të dalë. Ma dje rrezikon gjumon që e fale, krejt me të fshi. Regullë vëllezër, jeta ka regullë, xhamia ka regullë. Na nuk mujna meru njeriu nëse nuk jarujmë qetësie njeriut. Qysh mujna në meru në njeriu nëse na si t'japë mi selam, mendojmë që këtu në pazarina, në tregina, çka dojna bojna? Jo vëllezër, ku është disiplina jonë, ku është shtëpia e Zotit, qysh na e përshkruajmë xhamin? Prandaj të ndershëm vëllezër, nga këtu fillon dersi, nga këtu fillon piknisja për me rru qenie njerëzore. Prandaj nga mësimi i Ramazanit është, Allahu po thot, injoro ato që të flet diçka keq, se nëse ja kthen, mundesh me arë me çu dorë, e kur çon dorë, populli ka thonë dora s'ka terezi, mund me arë të mbytja, edhe kështu vije përfundon gjendja jo mirë. Pastaj të ndershëm vëllezër, nuk mjafton ne të jemi vetëm shikues pasiv. Nuk mjafton ne vetëm të ndëgjojmë lajme, të ndëgjojmë këto informata, por duhet të reagojmë, duhet të marrim iniciativa. Pra, krejt iniciativa që duhet mirët është për të arrujt qenie njerëzore. I bie të ndershëm vëllezër se duhet të flasim i vetvetes, unë duhet të ndryshoj, nëse jam person agresiv, duhet me marr asistencë, duhet me marr ndihmë psikosociale, nuk është marrë vëllezër, ka kalu koha e kanuneve, me shku të psikologu në jam i smut, se kam nevoj me shku. Duhet me shku të psikologu, të psikiatri, të neuropsikiatri, të hoxha, e kështu me radhë. Pse? Qëllimi është ne të vetëdisohemi, qëllimi është ne të përmisohemi, para se të vije të e keqja. Ne për ditë po ndëgjojmë që po derë dhe gjak. Për ditë po ndëgjojmë, atëherë pra, ne duhet marrëm iniciativa. Kështu që të ndershëm vëllezër, me bindje të thellë, po e them, me besim të thellë dhe me bindje se nuk ka institucion, as nuk ka personalitet, ose dikush tjetër që e ka trajtu këtë problem viral, këtë krim makabër, më mirë se sa Allahu xhelle xhelalu. Prandaj Allahu e ka quajt krim makabër mbytjen e një njeriut. E ka quajt mbytje krejt njerëzve. Ai që e myt një njeri pa të drejtë, Allah e ka krahasuar me mytjen e krejt njerëzve. Kështu do të me trajtu këtë çështje. Allah në suratul Maide thot kështu tekstualisht: Men qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Ai i cili bëhet shkaktar dhe e myt një njeri pa të drejtë, i cili nuk ka qenë shkatrues, nuk ka bë fesad, është sikur me myt këtë njerëzimin. Por edhe ai që bëhet shkaktar me mja pështu jetën dikuj, është si me shpëtu jetën e të njerëzimit. Këtë citat të ndershëm vëllezër, më lejoni që fillimisht unë kështu po e përshkruaj. Nëse dikush do të më kishte pyet mu, çka do të ishte mirë me majt në murit shtëpi, si t'hina në shtëpi, me pa si t'hym që kjo është. Që këtë citat? Do duhet të shkruhej, të futej në korniza, si t'ysh në korridor të shtëpisë, me lexu. Që këtë citat, mesin e citate, po thëmë që do duhet ishtin të vjerora në korniza, në muret shtëpive tona, do të ishte këtë citat. Jo vetëm kaq. Mendoj se edhe në shtet, edhe në institucionet arsimore,
në shkolla, në klasë, do duhet të ishte në korniza ky citat. Nëse duam ta ruajmë shtetin tonë, nëse ja duam të mirën vendit tonë, do duhet të shkruaj kjo fjalë e Zotit në çdo institucion arsimor. Pa marrë parasysh çka të tjerë thonë, na jemi shtet laik apo nuk jemi. Na jemi përkatësi kaq të madhe, po ky citat ja ruan jetën këtë njerëzimit. Nuk ka këtu për qëllim vetëm si musliman. Allahu po thotë, kush e myt një njeri pa të drejtë, është si me myt këtë njerëzimin. Atëherë, edhe ata që janë muslimanë, edhe ata që janë musliman futen këtu. Pra Islami ja dëshiron jetën të gjithë njerëzve. Dhe pjesa e dytë e citatit, kush bëhet shkak me arrujt jetën dikuj, këtu tash flet për aspektin human. Nuk mund me ka një njeri human që i qënë dorë ndaj dikuj. Nuk mund me ka një human një njeri që e fyn dikon, e lere më që ja kërcënon jetën dikuj. Madje që rrej gjyksun ta bëj këtë sa atë. Nuk është ky, jo që so besimtar i mirë, po nuk është edhe njeri i mirë. Prandaj të ndershëm vëllezër, kështu duhet të edukohemi ne. Kështu i ka trajtuar këtë çështje të ndershëm vëllezër dhe vetë pejgamberi alayhis salam dhe të shumta janë këshillat në mesin e këshillave që ka fol pejgamberi sa në hadithin e Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, ku pejgamberi alayhis salam ka thënë le zawalu dunya ahwanu 'inda Allahi azza wa jall min qatl rajulin muslimin bighayri haqq. Me u shkatru e krejt bota është ma e lehtë te Allahu se me myt një njeri musliman pa të drejtë. Krejt bota mu shkatru te Zoti është ma e lehtë se sa me myt një njeri. Pra të ndershëm vëllezër, i bie se kjo është shkolla hyjnore. Sado që të flasim ne dhe të tjerët, kemi nevojë për me u motivu nga ky aspekt. Andaj të ndershëm vëllezër, shumë çka ka për të thënë, minutazha është e shkurtë, por kemi nevojë pra të vetëdijsohemi. Arsyeja e kësaj hutbe është vetëdijsuese. Por neve fillimisht që vim në xhami dhe ne ta e përçojmë këtë mesazh tek të tjerë dhe po i flasim edhe rrjeteve sociale dhe institucioneve të tjera. Pra, kemi nevojë të korrigjojmë fjalët tona para se të flasmi. Për atë arsye Allah thotë: "Qulu lin-nasi husna", njerëzve fol një mirë, se për një fjalë është myt njeriu. Për një fjalë mytaj. Një fjalë bën sebeb e myti. Dhe një fjalë e mirë bëhet shkak me u shpëtu dikush. T'jemi të matur në veprimet tona para se të marrëmi vendime. T'jemi të matur me ndjenja dhe emocionet tona. Prandaj thjesht të ndershëm vëllezër, krejt këto mesazhe hyjnore që i përmenda i bie se janë qetësi e shpirtit. Në momentin që tensionohet situata jon emocionale, por kujtoj Allahun. Tani po flas çka duhet me bë, teknikat që duhet mi përdor me te kalu ata që populli thotë, na jemi shqiptar gjak nxehtë. Krejt jenë gjak nxehtë o vëllezër. Mirë, po na jemi popull temperament. Si duket e kemi devalvu vlerën e njeriut. Na i kena qit çmimin ult njeriut për atë arsye po ndodhin këto gjëra. Atëherë për në radhë parë përmene Allahun, kujto Allahun, ndryshoje pozicionin. Pra, ndroje vendin ku jetë personi. Hesht pak përmende Allahun, qetësohesh. Në momentin që të qetësohesh, injoroje pra fjalën që ta tha folsi, edhe vazhdo rrugën tonë, nuk vije deri te ma e keqja. Lusim Allahun xhele xhelaluhu që të na përdor për mirë, të jemi shkaktar të mirës, të na ruaj Allahu nga çdo e keqe. E them këtë që ndëgjuat kërkoj falje për vetë për ju, kërkoj ndoj falje sepse Allah është falësimar. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, gabimi, mëkati, virusi, problemi për cilën ne po flasmi vërtet është përtej dimensioneve të imagjinatës tonë. Por duhet ta kuptojmë se një çështje që Allahu i Madhërisht krijuesi i ka dhënë vlerë të veçantë, ne duhet ta vlerësojmë. Allahu në Kur'an po thotë: "Wa laqad karramna bani Adam", na shumë e kemi vlerësuar birin e Ademit, njeriu. Nëse Allahu e ka vlerësuar, pra atëherë ta kish në hatër urdhnin e Allahut. Ta kem hatër porosinë e Allahut në çfarëdo situate që të vjen, ta ruajmë qenien njerëzore. Pra mos ta harrojmë një gjë. Të gjitha krijesat tjera në shërbim tonin, jo ne në shërbim të tyre. Prandaj çështja e gabueshme e kohës është që më tepër jepet rëndësi krijesave të tjera dhe bëhet më mediale mytja një krijese tjetër se vetë njeriu. Kjo i bie kur devalvohen vlerat njerëzore dhe humane. Prandaj ky është Islami. Kjo është shpallja e fundit që në çdo kohë, edhe në kohën e teknologjisë, nuk po kursehet vetë njeriu. Jenë gjendje shpesh herë ata që e prodhojnë, mas një kohë flasin po valla kjo teknologji paraqet rrezik. Mirë po, vdiqen njerëz si rezultati i kësaj teknologjie, vdiqen. Mas një kohë e përkujtohen po valla është e rrezikshme.
Jo të ndershëm vëllezër, ne duhet jemi vigjilent me kohë, çdo gjë që rrezikon personalitetin ton, gjendjen ton, moralin ton, shëndetin ton, jetën ton dhe të tjetrit e kemi për obligim me e rujt. Dhe krejt kjo i bie të ndershëm vëllezër për ta përmbyll këtë hutbë, po i rikthehen edhe një herë citateve që i ligjerova para hutbës, ku Allahu xhela xhela në surën Az-Zumar po na fton, po na bën ftesë hyjnore. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ktheni Zotit juve dhe dorëzoni ju atij, min qabli an yatikumul adhabu thumma la tunsarun, para se t'ju vije dënimi, vdekja, para se të vije llogaria, e pastaj nuk do të ndihmoheni. Wattabi'u ahsana ma unzila min rabbikum. Ndiqeni rrugën e fjalës të Allahut, librit më të mirë të zbritur, pra të Kuranit. Nuk ka libër që e trajton pra njeriu dhe që e dënon më ashpër mbytjen se sa Kurani. Andaj të ndershëm vëllezër, pra për aq sa e njohemi Kur'anin dhe e vlerësojmë Kur'anin, do ta vlerësojmë edhe njeriu. I bie të ndershëm vëllezër se kemi nevojë pra ta e përpunojmë edhe më tepër, ta lexojmë edhe më tepër librin e Allahut me qëllim që të dimë këto norma dhe ta ruajmë qenien njerëzore. Lutim Allahun e Madhreshëm që të na falë, të na udhëzon, ta udhëzon rinjën ton, popullin ton, udhëheqësit tan. Lutim Allahun xhelel xhelalu që të sjell bereqet, mëshirë mbi popullin ton, vendin ton dhe ka do që jenë muslimanët. Lutim Allahun xhelel xhelaluhu që Allah na afron zemrat tona, zemrat e prizve tanë, udhëheqësve tanë. Lutim Allahun xhelel xhelaluhu që të mëshiron të vdekurit tanë dhe të shëron të smorit tanë.